Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirdhuruesit. Paqja, mëshira, rahmeti, begatit e Allahut fuqiplot qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar teleshikues të TV Ikres, portaleve të Bashkisë Fetare Islame, televizioneve lokale, mirë se takohemi sërish në emisionet e Ramazanit, nën moton, nën hënën e Ramazanit, ku sot mysafir kemi të nderuarin Blendi Efendi Imerin, përgjegjës i bibliotekës Medreses Isabeu, me të cilin do të diskutojmë mbi temën Ramazani në kohën e stresit, rrjeteve sociale dhe zbrastisë shpirtërore. I nderuar, mirë se erdhët, është kënaqësi t'ju kemi në emisionin tonë. Faleminderit për ftesën. Fillimisht, i nderuar, ka mundësi të na shpjegoni atë se kohëve të fundit po vërejmë tek besimtarët se janë më të stresuar se sa më përpara. Shohim se rrjetet sociale kanë ndikuar negativisht në atë se nuk janë më të unifikuar. Shohim se secili rri në telefonin e vet, janë asocial në një farë mënyre dhe kjo realisht ndikon në largësinë mes njërit tjetrit, largësinë e zemrave, e kështu me radhë, dhe gjithnjë kjo ndikon në atë se besimtari sa më larg të jetë fesë Allahut, sa më i zhytur në rrjetet sociale, do të ndjej një zbrastirë shpirtërore, do të jetë më i vetmuar, edhe pse është pranë shumë të tjerëve, por përkundrazi e ndjen atë zbrastirë. Ka mundësi të na flisni në atë se si ndikon Ramazani në tejkalimin e stresit apo në menaxhimin e rrjeteve sociale dhe zbrastirës shpirtërore. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejmain. Në fillim falënderimet i takojnë Allahu Gjellëshanuhu, krijuesit e gjithësisë, sunduesit e pakufishëm, vetëm atij besojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe shpëtim kërkojmë. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi pejgamberin e fundit, njeriu më mëntikim në historinë e njerëzimit, shpëtuesin e njerëzimit, pejgamberin tonë të dashur dhe shumë të respektuar, Muhammedin alayhis salam. Allahu qoftë razi me të, me familjen e tij të pastër, me shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata rrugën që ndoqën, e ndjekin dhe do të vazhdojnë të ndjekin rrugën e shpëtimit, rrugën e Islamit deri në ditën e gjykimit. Fillimisht, nderuari drejtor, falenderoj për ftesën të cilën ma e bët, që unë të jem pjesë e këtij karavanit të ligjëratave të cilat bëhen enkas për muajin e shenjtë të Ramazani Sharifit. Sa i përket kësaj teme që e potencuat edhe ju, Ramazani në kohën e stresit, i rrjeteve sociale dhe zbarastisë shpirtërore, s'ka dyshim se kjo temë është shumë e qelluar dhe është shumë aktuale, ku shumë të rinj po sfidohen nëpërmjet rrjeteve sociale, po humbin kohë, po s'do mend se kanë edhe një zbrastirë shpirtare. Po jetojmë një kohë ku njeriu ka gjithçka, domethënë nuk i mungon asgjë, por ka humbur qetësinë, ka humbur rahatin, ka humbur komunikimin me njerëzit. Kemi komunikim të shpejt, por kemi edhe zemër të lodhur. Kemi dije, por na mungon ajo që është shumë e rëndësishme, që është urtësia. Prandaj vjen ky muaj, do e them, si shpëtim për ne, por edhe si reflektim. Dhe muaji i Ramazanit duhet të jetë mësim për besimtarit, jo për të na lodhur, se hym në këtë muaj jo për të lodhur, por çfarë? Për të na ndaluar, kthyer dhe shëruar, apo për të na kthyer në realitetin dhe në jetën në të cilën çdo besimtar duhet të di se si të veprojë. Më së miri për këtë Allahu Gjellëshanuhu na thot në surën El Bekare, ajetin 185, ku Allahu fuqiplot thot: Muaji Ramazanit është ai në të cilën u shpall Kurani si udhëzues
për të gjithë njerëzimin. Me këtë ajet kuranor, ne nënkuptojmë që në këtë muaj Allahu Gjeleshanuhu e zbriti Kur'anin, por e zbriti Kur'anin që ne të kuptojmë Kur'anin dhe me Kur'an të jetojmë, por edhe të jemi të udhëzuar dhe me Kur'an ne dim se si të veprojmë jetën tonë apo si ta harmonizojmë jetën tonë në përditshmëri. Po do e shtoja një pyetje, pse jemi kaq të lodhur sot në këtë jetë që është shumë dinamike, në këtë jetë që ne shpesh herë e potencojmë se nuk na del koha, jemi aq të angazhuar sa që ndonjëherë edhe dëshpërohemi, hidhrohemi dhe na mungon ta them ajo takati për të vepruar më tutje. Sot njerëzit ankohen për stres, sot njerëzit ankohen për ankth, sot njerëzit ankohen për zbrasti, zemra është e mbushur me zhurmë, por përsëri ne nuk kemi qetësi, është pa qetësi. Këtu Allahu Gjeleshanuhu më së miri përsëri na thot në një ajet kuranor të surës Taha, ajeti 124, Allahu Gjeleshanuhu thot: kush I kthen shpinën për kujtimit tim, ai do të ketë jetë të ngushtë. Pra, me këtë ajet Allahu Gjeleshanuhu neve na porosit, na thot që ne ta kujtojmë shpesh Allahun Gjeleshanuhu, të zbatojmë urdhrat të cilat Allahu Gjeleshanuhu neve na ka urdhëruar dhe mos t'ja kthejmë shpinën Allahu Gjeleshanuhu, atij I cili neve na krijoi dhe na shpjegoi si duhet të jetuar më tutje. Këtu, nderuari moderator, do e tregoja një, ta them, tregim apo ne shpesh herë ngjarje, ne shpesh herë teologët ulemi, bisedojmë me shumë shok, shumë miq, shumë dashamir, dhe e kam veçuar një ngjarje që për mua është shumë emocionale, por është mirë, besoj që edhe ta ndaj edhe me publikun. Një herë me një shok timin, në bisedë sipër, duke biseduar, një shok I më tha: po agjeroj, po falem, po bëj punë të mira, por jam gjithmonë I stresuar, gjithmonë jam I nervozuar. Nuk kam rehati, nuk e di pse. Më pyeti, më drejtua si t'jap një këshill si hoxh I tij. Dhe tha, më mjafton një fjalë e vogël, dhe në atë moment edhe ai shpërthej nga emocionet e tij. Unë u ktheva dhe I thash: çfarë bën kur je I mërzitur? E pyeta, do më thënë si një pyetje, çfarë bën kur je I mërzitur ti? Më tha, marr telefonin, hy në rrjetet sociale, shiqoj video me orë të tëra. Do më thënë, e kaloj një pjesë të kohës në rrjetet sociale. Unë përsëri e pyeta dhe I thash: po Kur'anin kur e hap? Dhe ai u kthye më tha një fjalë shumë emocionale: më radhë se telefonin. Në këtë rast, pastaj në bisedë sipër më tha diçka shumë të sinqertë. Po agjeroj nga buka, po tha, nuk po agjeroj nga ajo që ma lodh zemrën time. Pra, në këtë ngjarje dua një porosi t'jap që ne duhet t'i kthehemi realitetit, duhet t'i besojmë Zotit, ne duhet të lexojmë Kur'anin, sa më shumë të lexojmë Kur'an dhe ta kuptojmë Kur'anin, që ta kemi udhërfyes të jetës sonë të përditshme. Edhe, domethënë, kjo ka të bëjë edhe me temën që e ka në fillim. Tu largohemi gjërave të cilat neve na humbin kohën. Për shembull, një rrjetet sociale, telefoni etj. Po e vazhdoj të thonë, agjerimi më shumë se ndalesa nga ushqimi. Allahu Gjeleshanu më së miri na tregon në ajetin kuranor, ajeti 183 I surës El Bekare, ku Allahu Gjeleshanu na thot, na drejtohet: o besimtar, ju është bërë obligim agjerimi që të bëheni me qëllim që të bëheni të devotshëm.
Këtu Allahu Gjellëshanu neve në porosit që ne në përmjet agjerimit, jo vetëm të lëm të ushqyerit dhe pijen, por në fund cek la'allekum tettekun, që të bëhemi të devotshëm, që të bëhemi të sinqert, që të reflektojmë gjatë këtij muaji të Ramazanit Sherifit. Gjithashtu Muhamedi a.s. në një hadith thot: agjerimi është mburojë për besimtarit. Agjerimi është mburojë për besimtarit. Pra nëpërmjet agjerimit ne mbrohemi nga çfarë? Nga mëkatet e përditshme që i kemi bërë pa dashje, dhe nëpërmjet agjerimit ne jemi të mbrojtur që mos bëjmë gabime. Nëse agjerimi nuk na mbron nga nervozizmi, nga mëkati, nga fjalët e rënda, nga gabimet tona, atëherë diçka i mungon agjerimit, apo i mungon kuptimit të agjerimit. Këtu Muhamedi a.s. pejgamberi na ka porosit në përmjet hadithit dhe na thot: sa agjerues ka që nga agjerimi ti nuk përfiton tjetër përveç urisë dhe etjes. Apo thënë ndryshe hadithin ku thot pejgamberi a.s. kush nuk i braktis fjalët e këqija dhe veprimin me të, Allahu Gjellëshanu nuk ka nevojë që ai të braktis ushqimin dhe pijen. Pra, bashkë me braktisjen e ushqimit dhe pijes, esenca e këtij ibadeti është që ne t'i braktisim edhe fjalët e liga, fjalët e këqija, veprat e këqija, pra të vepruarit me to, që të kuptojmë drejt atë që ka porosit pejgamberi a.s. apo atë që ka urdhëruar Allahu Gjellëshanu për të arritur devotshmërinë, pra sinqeritetin, nga se edhe një prej arsyeve, do të thoja prej urtësive kryesore e para, është që obligueshmëria e agjerimit është që të mundsoj që njeriu të arrijë nivelin e devotshmërisë. Gjithashtu dua të potencoj se Ramazani na zbulon neve vetveten tonë. Po si, kur jemi të urritur, a bëhemi më të durueshëm apo a bëhemi më nervoz? Sa këtu do të thënë ka të bëjë me sabrin tonë. Si sa jemi të dërueshëm, sa jemi të qëndrueshëm. E tjetra është, a ne a justifikohemi apo a arsyetohemi me agjerim apo edukohemi me të. Do të thënë ne kur jemi të agjeruar, shpesh herë ndodh kur bisedojmë me tjerët themi që jemi të agjeruar, por ne a justifikohemi apo nëpërmjet agjerimit Ramazanit ne edukohemi në jetën e përditshme. Sa përket Ramazanit dhe rrjeteve sociale, çfarë ndikimi ka Ramazani për të larguar apo për të shmangur nga rrjetet sociale, duhet të potencoj se sot agjerojmë nga buka, por jo nga përgojimi, jo nga thashethëmet, jo nga shpifjet, jo nga shikimi ndaluar, jo nga humbja e kohës. Këto të gjitha hyjnë në atë që ne duhet të reflektojmë edhe gjatë këtij muaji të largojmë këto virtyte që nuk negative, që nuk japin ndonjë hajër apo ndonjë kontribut në jetën tonë, dhe me agjerim ne reflektojmë, ndryshojmë. Pra, ky muaj duhet të jetë edhe ndryshimi për ne. I nderuar, unë ajo që doja të pyes në lidhje me këtë, me që edhe u ndërlidhet, desha të pyes se si ndikon agjerimi, apo si mund të bëjmë ne që agjerimi të ndikojë në transformimin ton nga një njeri i cili kemi qenë, siç përmendet edhe ju, se i varur nga rrjetet sociale, krahas agjerimit kemi vazhduar me fjalë dhe vepra të këqija. Si ta shfrytëzojmë, apo çka të bëjmë ne që ta shfrytëzojmë këtë muaj, pra agjerimin, që ne të transformohemi në një besimtar të cilin edhe Allahu e do? S'do mend se për këtë pyetje më së miri neve na e shpjegon ajeti kuranor i surës Er-Ra'd, ajeti 28, ku Allahu Gjellëshanu na thot: me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Po si do e themi, si do e kuptojmë ne këtë ajet?
Më së miri do e elaboroja apo do e shpjegoja nëpërmjet 3 hapave të thjeshta për të kuptuar nga publiku. E para është më pak zhurmë, më shumë Kur'an. Do thonë më pak të flasëm, më shumë të lexojmë Kur'anin. Nëpërmjet ibadetit, nëpërmjet leximit të Kur'anit, ne të përfitojmë sevapin e Ramazanit. E dyta është më pak fjalë të kota edhe më shumë të bëjmë dhikr. Të përmendim Allahu Gjeleshanu, të bëjmë salavat për pejgamberin alayhis salam, të bëjmë istikfar gjatë këtij muaji të Ramazanit. Pra gjitha këto janë ibadetet të cilat bëhen për Allahun Gjeleshanu ve Gjelle Gjelaluhu. Edhe e treta është shumë e rëndësishme, më pak të gjykojmë edhe më shumë të bëjmë mëshirë. Çfarë në kuptojmë me këtë? Në qoftë se gjatë këtij muajit kemi qenë me ndonjërin të hidhëruar, ta shfrytëzojmë këtë muaj si reflektim, të zgjasim një dorë njëri tjetrit dhe të pajtohemi, të mos gjykojmë, sepse Allahu Gjeleshanu është ai i cili fal e ku besimtari. Të kemi kujdes, në qoftë se vëllau ynë, shoku ynë ka bërë ndonjë gabim, ne t'ja falim dhe ta vazhdojmë jetën e përditshme. Pra gjitha këto janë këshilla për muajin e Ramazanit. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm se kur të hymë në Ramazan, ta dim se si kemi hyrë në Ramazan edhe kur dalëm për Ramazani të shohim ndryshimin në veten tonë. Kjo është shumë e rëndësishme se si kemi reflektuar ne gjatë këtij muaji Ramazanit dhe si kemi hyrë ashtu që mos dalëm, por të kemi ndryshim në jetën tonë. Do të thonë metodat për të bërë një transformim në jetën tonë gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit do t'i numëroja, siç përmendet edhe ju, në vend të thashë thëmeve të merremi me fjalë të kota, të harxojmë kohën kot, të mundohemi që t'i përkushtohemi më shumë fjalës së Allahut, pra leximit të Kuranit, i cili edhe zbriti pikërisht në këtë muaj, pra në muajin e Ramazanit. Edhe vlera e leximit të Kuranit në muajin e Ramazanit është më e madhe se sa në periudha tjera kohore. Pjesa tjetër të mundohemi të merremi pakës edhe me veten, të bëjmë një vetë llogari se si ashtu duke u ndërlidhur gjithnjë me fjalët e juaja, se si ishim ne kur hynëm, kur u futëm në Ramazan dhe si planifikojmë që ne të dalim nga ky muaj. Pra duke u marrur më shumë me veten, duke u munduar që t'i braktisim edhe fjalët e liga, edhe veprat e këqija, duke u përkushtuar në lexim Kur'ani, në namazet, të jemi të rregullt në namazet, obligimet ditore, po ashtu edhe të jemi edhe të rregullt edhe në namazet e teravive, kuptohet, por edhe mundësisht që të mundohemi të shfrytëzojmë edhe duke falur namaznate, krahas kësaj të shtojmë edhe lutjet drejtuar Allahu Gjeleshanuhu, nga se Allahu Gjeleshanuhu thot ud'uni astajib lakum, më lutuni mua sepse unë do t'ju përgjigjem, pra do t'ju apranoj lutjet e juaja. Prandaj, nëse një njeri dëshiron që të transformoj veten e tij në këtë muaj, le t'i përkushtohet leximit të Kuranit, faljes së namazit, të shtoj dozën e lutjeve, duave drejtuar Allahu Gjeleshanuhu, të jetë bëmirës gjatë muajit bekuar të Ramazanit, të shtrojë dorën e pajtimit, ashtu siç përmendet edhe ju se në qoftë se gjatë këtij muaji kanë qenë të hidhruar 2 persona, le të jetë kjo mundësia që ata të bashkohen, të pajtohen, nga se nuk është në rregull që të dalim nga muaji bekuar i Ramazanit të hidhruar. I nderuar, me që jemi edhe në fund të këtij emisioni, do të kishim dashur një mesazh për ata të cilët na ndjekin. Cili do të ishte mesazhi juaj? Të nderuar shikues, Ramazani nuk është vetëm muaji urije, por Ramazani është kthim tek Allahu Gjeleshanuhu. Nëse ky Ramazan na bën pak më të butë, pak më të durueshëm, pak më të vetëdijshëm për tek Allahu Gjeleshanu, çdo mend se atëherë ai ka qenë Ramazan i suksesshëm dhe tha Zoti që çdo njeri prej nesh të kishte përfituar, por edhe të kishte fituar sevap nga ana e Allahu Gjeleshanu o Gjelle Gjelalu. Allahu na pranoft agjerimin Ramazan të bekuar inshallah.
Nderuar, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij karvani pra të ciklit të ligjëratave të Ramazanit. Lut Allahun xhaleshanu që t'ju shpërblej për këto porositë juaja. Allahu xhaleshanu ju dhon të jetë të gjatë shëndet dhe suksese në punën tuaj. Faleminderit për kohën tuaj. Atëherë të nderuar shikues, ne jemi në fund të emisionit. Ju falenderojmë për durimin që kishit të jeni bashkë me ne. Shpresoj që të gjithë së bashku të përfitojmë nga këto këshilla të Ramazanit. Lutim Allahun xhaleshanuhu për agjerim dhe ibadetet të pranuara. Takohemi nesër mbrëma në të njëjtën kohë. Deri atëherë qofshin në mbrojtjen e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.